Mbrëmjen e së premtes, klubi Rotarian i Durrësit shpalli antar nderi kryebashkiakun e Barit Vito Lecese. Le nostre comunità sorelle Bari e Durazzo. Vizita një ditore e qytetarit të parë të kryeqendrës pulieze u mbyll në formën më të bukur të mundshme, me takimin me antarët e 2 klubeve rotariane të qytetit. Në fjalën e rastit, presidenti i distriktit 2485 Shqipëri-Kosovë Arben Dushi falenderoi Lecesen për mikpritje në Bari muaj më parë, kur një grup rotarianësh ishin atje në përkujtim të eksodit të 8 gushtit të 3 dekadave më parë, kur mijëra shqiptar u dyndën me anijen Vlora dhe kaluan Adriatikun për të mbërritur në bregun tjetër. Ndërsa kryebashkiaku i Barit, pasi falenderoi rotarianët për titullin, nënvizoi ndër të tjera se gjatë gjithë jetës së tij e ka ndier lidhjen e ngushtë me vendin e Shqiponjave. Dhurimi është një vlerë që bashkon komunitetin. Të dhurosh do të thotë se ti merr përsipër hallet e të tjerëve, por në të njëjtën kohë ti kultivon respektin e ndërsjelltë. Këtë bën Rotary në nivel ndërkombëtar, këtë bëjnë në klubet rotariane. Prandaj, unë ndihem i nderuar që shpallem antar nderi i klubit tuaj. Ai deklaroi se në takimin me kryebashkiaken Sako i kishte premtuar homologes së tij se me rivënie në punë të teatrit Aleksandër Mojsiu, një vepër e teatrit Petruceli të Barit do të shfaqet në Durrës. Mëtej, drejtuesja e fondacionit Rotary Ela Golemi dhe përfaqësuesi i klubeve rotaraktore Geri Emiri bën një ekspozet të shkurtër të veprimtarive të rotaraktorëve të klubeve rinore dhe projektet e rëndësishme që klubet rotariane kanë vënë në jetë vitin e kaluar për kategoritë në nevojë, si shenjë falënderimi për mikpritjen dhe kontributin e dhënë për forcimin e lidhjeve mes 2 qyteteve, kryebashkiaku Barez i dha një certifikat mirënjohje rotarianit Jonadri Prudani.